Lidhur me këtë ngjarje tragjike, këtu dyshohet për shkak të një mosmarrëveshje ndërmjet tyre, ku situata ka eskaluar dhe më pas është përdorur një armë zjarre, ku ka shënë në drejtim të dy personave dhe për fat të keq për shkak plagëve të marrura kanë ndruar jetë. Dhe po ashtu edhe dyshuara kryesore e këtij akti ka ndruar jetë, të cilin e ka konstatuar Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Pas pranimit të informatave, policia dhe njësitet e tjera relevante, në krye me prokurorën kujdestare nga Departamenti për Krime të Rënda, kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e para hetimore lidhur me këtë rast. Më pas është sekuestruar një armë zjarri, disa gëzhoja dhe disa prova të tjera relevante, të cilat do të ndikojnë ose do të ndriçojnë në sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti. Mirë po ne si prokurori themelore në Prishtinë mbetemi të përkushtuar, domethënë në zhvillimin e hetimeve në mënyrë intensive që sa më parë të kuptohen rrethanat e këtij rasti.